Si prodhohet uraniumi pasuruar, procesi industrial. Uraniumi, materiali më i fuqishëm në planet. Uraniumi është elementi më i vlefshëm dhe i rrezikshëm që njerëzimi mund të nxjerrë nga toka. Vetëm një copë sa madhësia e një are mund të gjenerojë energji të mjaftueshme për të furnizuar me energji të gjithë qytetin e New Yorkut për më shumë se një ditë të plotë. Por si është e mundur që një shkëmb i thjeshtë të ketë kaq shumë energji, se është kaq i rrezikshëm? Sot do të udhëtojmë për në Kazakistan, shtëpia e uzinës më të madhe të përpunimit të uraniumit në botë, ku çdo ditë më shumë se 500 tonë të këtij shkëmbi transformohen në energjinë më të fuqishme që ekziston. Pra, përgatituni, sepse sot do të zbulojmë se si prodhohet materiali më i fuqishëm në planet në një shkallë masive. Le të fillojmë. Hapi i parë, nxjerrja e uraniumit natyror. Gjithçka fillon qindra metra nën tokë, ku fshihet një nga mineralet më të rralla dhe më të rrezikshme në planet, uraniti. Me sy të lirë duket si një shkëmb i zi i parëndësishëm, por brenda tij ndodhet përbërësi më i lakmuar dhe i fuqishëm në industrinë bërthamore, uranium 235. Nxjerrja e tij është një nga sfidat më ekstreme dhe komplekse në të gjithë industrinë minerare. Brenda çdo shkëmbi, ky materiali është i pranishëm në sasi minimale, më pak se 1% e çdo guri është në të vërtetë i dobishëm. Kjo do të thotë që për të marrë vetëm 1 kilogram uranium të përdorshëm, duhet përpunohen më shumë se 500 tonë xeheror. Dhe mos mendoni se kjo është e parëndësishme. 1 kilogram uranium përmban energji të mjaftueshme për të mbajtur në punë më shumë se 200 shtëpi për një vit të plotë. Për ta nxjerrë atë, ekskavatorë të mëdhenj dhe lopata hidraulike largojnë tonelata shkëmbinj, ndërsa shpime gjigante hapin tunele që kërkojnë thellë në kërkim të këtij minerali. I gjithë procesi kryhet nën masa të repta sigurie. Edhe pse në formë shkëmbi nuk është aq dekeprurës sa në një reaktor, uraniumi që përmban është ende jashtëzakonisht radioaktiv. Nëse nuk trajtohet siç duhet, mund të kontaminojë zonën, i vërë punëtorët në rrezik serioz dhe madje të shkaktojë një katastrofë. Pasi të nxirren, tonelatat e shkëmbit ngarkohen në kamion gjigantë minierash dhe transportohen në impiantet e përpunimit, ku fillon transformimi i tyre në energji bërthamore. Hapi i dytë, rafinimi dhe krijimi i yellow cake. Kur kamionët mbërrin në uzinë, tonelatat e shkëmbit radioaktiv shkarkohen direkt në kontenjer gjigant çeliku. Nga atje, materiali udhëton në shirita transportues drejt zonës para trajtimit, ku sita vibruese dhe avion uji me presion të lartë largojnë të gjitha mbeturinat e padobishme si pluri, balta dhe papastërtitë sipërfaqësore. Ajo që mbetet është shkëmbi i pastër i ngarkuar me uranium, i cili dërgohet në thërmues gjigant industrial. Atje, nofullat e tyre të çelikut i bluajnë gurët, duke i zhndruar në një plur të imët, të errët dhe shumë radioaktiv. Sekreti vërtet qëndron këtu. Ai plur zhytet në rezervuar kimik me tretësira acidike të projektuara për të tretur të gjitha mineralet e mbetura dhe për të izoluar vetëm përbërësin më të vlefshëm. Rezultati është një pastë e dendur dhe e verdhë dhe ndritshme e njohur si kek i verdhë. Me sy të lirë, duket e ngjashme me mielin e misrit dhe duket e padëmshme, por përmban deri në 80% uranium të pastër. Prandaj, çdo dështim i vogël në trajtimin e tij mund të kushtojë jetë dhe të shkaktojë ndotje radioaktive të pakthyeshme. Nën kontrollet e repta sigurie, keku i verdhë thahet, paketohet në fuqi të mbyllura dhe dërgohet në fazën tjetër të transformimit të tij. Hapi i tretë, shndrrimi i uraniumit në gaz. Fuqitë e tortës së verdhë mbërrin në uzinën në siguri maksimale. Këtu, misioni është të transformohet ai pluri i verdhë në një përbërës të gazit që mund të pasurohet dhe të zhndrohet në një burim të vërtet energjie. Heksafluor uraniumi, UF6, mund të tingëllojë si një mësim kimie, por kjo është një nga fazat më delikate të të gjithë procesit. Së pari, torta e verdhë futet në reaktor kimik gjigant prej çeliku, inox ultra rezistent. Duke përdorur tretësira speciale, ajo lahet dhe filtrohet për ta bërë sa më të pastër të jetë e mundur. Pastaj, uraniumi i pastruar përzihet me acidin hidrofluorik dhe nxehet në rreth 50 gradë Celsius, duke shkaktuar një reakcion kimik që e transformon atë në heksafluorur uraniumi. Ky përbërës është unik,
Në temperaturën e dhomës është një substancë inerte e ngurtë, por kur nxehet, bëhet një nga gazrat më të rrezikshëm në botë. Pasi gjenerohet, heksafluoridi i uraniumit ruhet në cilindra çeliku të blinduar, të projektuar për t'i bërë ballë goditjeve, korozionit dhe rrjedhjeve. Kjo nuk është as pak si shufrat të jeshile fluoreshente që shihen në karikatura, po flasim për një substancë aq të rrezikshme sa kontakti drejt për drejt me njerëzit është praktikisht i pamundur, përndryshe pasojat do të ishin fatale. Me materialin gati në formën e tij të gazt, kalojmë në hapin më kritik. Hapi 4. Pasurimi i uraniumit. Kemi arritur në fazën më kritike dhe delikate të gjithë procesit. Në këtë pikë, heksafluoridi i uraniumit përbëhet nga dy izotope, uraniumi 238, i cili nuk është i dobishëm për gjenerimin e energjisë, dhe uraniumi 235, i vetëm mjaft të mbajë një reakcion bërtamor. Qëllimi është i qartë, t'i ndajmë ato dhe të mbajmë uraniumin 235. Për të arritur këtë, gazi heksafluorur i uraniumit injektohet në centrifuga të mëdha industriale, makina gjigante që rrotullohen me më shumë se 50.000 rrotullime në minutë brenda dhomave të vakumit. Në shpejtësi të tilla ekstreme, edhe një ndryshim minimal në peshë, madhësia e disa grimcave pluri, mund ta destabilizojë makinën dhe ta bëjë atë të vetë shkatërrohet. Ndërsa rrotullohet, forca centrifugale e shtyn uraniumin 238 më të rënd jashtë, ndërsa uraniumi 235 më i lehtë përqendrohet në qendër. Gazi i pasuruar nxirret dhe kalohet në centrifugën tjetër në një zinxhir të gjatë të quajtur kaskad pasurimi. Qindra ose edhe mijëra makina punojnë në seri, duke rafinuar gradualisht përmbajtjen derisa uraniumi të arrijë pastërtinë e nevojshme për përdorimin e tij, rreth 5% uranium 235. Pjesa tjetër, e njohur si uraniumi i varfëruar, ruhet për përdorime të tjera industriale, të tilla si mbrojtje me dënësi të lartë ose kundër pesha. Me uraniumin e pasuruar gati, është koha t'i japim formën fizike. Hapi 5. Prodhimi i peletave të karburantit. Me uraniumin e pasuruar tani, është koha t'i japim një formë të ngurtë në mënyrë që të mund furnizojë me karburant një reaktor dhe të furnizojë me energji një central të tërë bërthamor. Gazi heksafluoridi i pasuruar futet në reaktor të veçantë dhe i nënshtrohet një procesi tjetër kimik që e shndron atë përsëri në një pluhur shumtimet, tani shumë i pastër dhe më i vlefshëm se kur. Ky pluhur çohet në presa industriale që e kompaktojnë atë në pelte të vogla cilindrike me diametër rreth 1 cm. Në një shikim, ato duken të padëmshme, por secila prej tyre mban energji të mjaftueshme për të lëvizur trena, anije ose qytete të tëra kur lirohet në një reaktor. Pas derdhjes, peletat piqen në fura të veçanta në mbi 1000 gradë Celsius, duke zhndruar ato në një material qeramik jashtëzakonisht të fortë dhe rezistent ndaj nxehtësisë, i aftë të përballojë kushtet intensive brenda një bërthame reaktori për vite me radhë. Çdo peleti nënshtrohet kontrollit rigoroz të cilësisë, rreze X për të zbuluar çarjet brendshme, skaner lazer për të matur dimensionet dhe analiza kimike për të siguruar pastërtinë. Në fund të këtij hapi, mijëra bateri të vogla bërthamore janë gati për montim. Hapi 6. Montimi i shufrave dhe moduleve të karburantit. Peletat e uraniumit qeramik futen në tuba të gjatë dhe të hollë të bërë nga një liazh zirkoniumi, një nga materialet më rezistente ndaj nxehtësisë në planet. Kjo lejon që neuronet të kalojnë në pa i thithur ato. Çdo tub, i njohur si shufër karburanti, mund të mbajë deri në 400 peleta të grumbulluara me saktësi milimetrike, të mjaftueshme për të furnizuar me energji një bazë të madhe ushtarake për më shumë se një vit. Pasi të mbushen, skajet vulosen me saldim me lazer, duke krijuar një vulë hermetike të aftë të përballojë kushtet e reaktorit. Shufrat e përfunduara grupohen në montime karburanti, korniza të mëdha metalike që mbajnë 10 shufra të vendosura në mënyrë të përsosur. Çdo montim mund të peshojë deri në 500 kg dhe përmban mbi 100.000 pika saldimi, të gjitha të kontrolluara me ultratinguj. Para se të largohen nga uzina, montimet i nënshtrohen testeve të dridhjeve, presionit dhe strukturës që simulojnë kushtet ekstreme të një reaktori. Nëse kalojnë të gjitha testet, ato janë gati për destinacionin e tyre përfundimtar, zemër në një centrali bërthamor. Hapi 7. Inspektimi dhe dërgesa përfundimtare.
Me përfundimin e montimeve, fillon faza përfundimtare dhe me e kërkuar, inspektimi. Çdo pjesë kalon në teste ekstreme, pa asnjë hapësirë për gabim. Peshorët me precizion të lartë verifikojnë peshën në gram. Skanerët e tejzanor kontrollojnë çdo bashkim për çarje të padukshme. Kamerat termike simulojnë nxehtësinë e reaktorit për të siguruar që nuk ndodh deformim. Çdo dështim, sado i vogël, mund të shkaktojë një incident serioz brenda një reaktori. Kur një montim kalon të gjitha kontrollet, ai paketohet në kontenjer të blinduar dhe transportohet nën siguri të rreptë në destinacionin e tij, ku do të furnizojë me energji një reaktor bërthamor të aftë, të ndriçojë qytete të tëra dhe madje edhe vende për vite me radhë. Megjithatë, jo i gjithë uraniumi i pasuruar përfundon në centrale elektrike. Në duar të gabuara, një pjesë e vogël mund të përdoret për të prodhuar një nga arbët më shkatruese të krijuara ndonjëherë, bombën bërthamore. Për ta përfunduar, a imagjinua të gjithë këtë proces? A mendoni se energjia bërthamore është një hap përpara apo një rrezik shumë i madh? Lini përgjigjen tuaj në komente. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta abonoheni dhe të klikoni zilën në mënyrë që të mos e humbisni turin e radhës të fabrikës.